Debatet e fundit dhe reagimet e organizatave ndërkombëtare mjedisore lidhur me projektin në zonën e Pish-Poros, si dhe përplasjet që kanë shoqëruar ndërtimin e aeroportit të Vlorës, po ngjallin shqetësim te operatorët turistik. Së fundmi, organizata Riverwatch paralajmëroi një nismë që synon të ndërgjegjësojë turistët që të bojkotojnë Shqipërinë. Vendi ynë është promovuar prej vitesh si një destinacion i mbështetur te natyra e paprekur, Bregdeti dhe biodiversiteti, por sipas kreut të shoqatës Arta Ervin Sota, çdo zhvillim që shoqërohet me polemika mjedisore rrezikon të ndikojë negativisht në imazhin ndërkombëtar të vendit. Si mund të kemi një standard sot të shëndetshëm sipas standardit evropian, ku në gjitha ne bizneset që po flasim kërkohen disa standarde specifike dhe ne kemi rënë dakord që zim jekim, nga ana tjetër të ndërhyet në brigjet e plazhit apo në pyjet që janë dhe parqe të mbrojtura, të kulen pemë, të prishen, të bluen me makineri për të humbur gjurmët, të rast flagrant. Kur themi do të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, duam dhe një standard të Bashkimit Evropian. Qofse ne kemi synime tjera që si popullin ta stresojmë, bizneset i stresojmë, bizneset lokale i stresojmë dhe t'i largojmë, atëherë më vjen keq, por ky është një sabotim që po i bëhet haftazi dhe në mënyrë flagrante bizneseve shqiptare. Ato duhet ndërhyjë direkt sepse kjo ka impakt shumë të keq ke turizmi shqiptar dhe ne kemi munduar ta ngrem turizmin në këtë pikë dhe mos ta prishim me këto gjëra që ne prandaj të tërheqim turistët për t'i treguar këtë bukurinë natyrore që na ka falë Zoti dhe natyra. Nga ana tjetër, mbetjet urbane gjatë akseve kombëtare apo edhe ndotja e vijës bregdetare dukshëm kanë ndikuar në perceptimin e turistëve për turizmin në Shqipëri. Komentet e bëra në faqen Visit Albania tregojnë për shtypjet e të huajve nga vizita në Shqipëri dhe kontrasti me atë çfarë promovohet në rrjetet sociale. Më fal Shqipëri, por pasi kemi vizituar 50 vende nga Uzbekistani, Slovenia, Kilje deri në Kenia, sinqerisht nuk e kuptoj gjithë entuziazmin rreth Shqipërisë. Unë dhe bashkëshortja ime udhëtuam të gjithë vendin me makinë dhe në përgjithësi mbetëm të zhgënjur, infrastrukturë dobët, drejtim kaotik i automjeteve, qytete jo tërheqëse dhe jo shumë gjëra që vërtet spikatnin. Rrjetet sociale e paraqesin si një parajs të fshehur, por për ne rezultoi shumë e mbi vlerësuar. E kuptoj pse njerëzit që kalojnë 2 javë vetëm duke pirë, qëndruan në resort dhe pushuan në plazh mund ta pëlqejnë, por të udhëtosh nëpër vend na dha një përshtypje krejt tjetër. Turoperatorët shpresojnë që masat e marra nga qeveria të sillin rezultat pasi nuk do të mjaftonte vetëm puna e bërë nga operatorët turistik. Patjetër turistët ankohen për pjesën e papastërtive, plerave, ujit, trafikut, këto gjëra që mund t'i shqetësojnë. Situata nuk është atje ku duhet të jetë normalisht. Duhet një fushat shumë e lartë ndërgjegjësuese, duhet masa dhe skema shumë të qarta që qytetarët të ndërgjegjësohen në mos hedhjen e mbeturinave në territor, por kjo duhet të fillojë, nuk fillon nga ndëshkimi ashtu si kundër ne jemi mësuar dhe i bjem shkurt, por fillon nga një punë jashtëzakonisht e madhe, duhet fillojë nga qeveria lokale, e cila do të bëjë një punë masive për sa i përket pastrimit të gjithë brigjeve. Operatorët e sektorit të turizmit nënvizojnë se Shqipëria duhet të gjejë një ekuilibër mes zhvillimit ekonomik dhe ruajtjes së mjedisit, pasi në të kundërt rrezikon të dëmtojë një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë.